e mirë, për arsye se jo vetëm te AK-ja, po edhe te PDK-ja dhe dikun kemi pas që janë përsërit kandidat që kanë qenë përpara ndoshta edhe kryetar komune. Mu po më intereson nëse çajo fryma që bën me bashkëpunu me PDK në nivelin lokal, pse nuk po bartet me bashkëpunu edhe në nivelin qendror. Për arsye se keni pas bashkëpunim në Gjilan, edhe pse mas andej është prish koalicioni, tash e kemi pa që për shembull kandidati juaj për Fushë Kosovën, po shiqon bashkëpunim me AK-n, po shiqon me PDK-n. Kjo është ajo fryma që po e thomune se e ka majt një parti shumë gjatë, edhe po dojnë me hek. Pa mërë parasysh që mendoj që Zoti Osmani është një kandidat fantastik, Besnik Osmani si profesionist, nuk është kandidati njëjtë, por vjen prej partisë njëjtë. Kështu që pse nuk po e bartni atë frymën, se nuk duhet me pas vjatku që unë e kom pa që shpesh po thuhet edhe këto zgjedhje nuk mundemi me PDK-n, për shkak të parimeve, me bo koalicion nivelin qendror po flas, po kur po vjen puna te niveli lokal, po janë ato interesa që njerëz nuk po kanë durim me ndajt 4 vite në opozit, me pritash derisa t'ju vjen radha. Se për atë edhe luftoj për vota, vrapojnë, aktivist, njerëz që merren me partinë. Se s'pe bardh një frymën e njëjtë pyetje. E para, në pej, sa unë e di ka pas një koalicion PDK me LDK-n gjithmonë, që në paktën 8 vitet e fundit. Ne nuk kemi pas pikë synime dhe sa unë e kom kuptu nuk ka as pikë synime tani, as kandidati. E dyta është në fakt bashkëpunim ne nuk kërkojmë. Në Mitrovicë është oponent, por i njim pak edhe presionin në pej, këto dinamikat që bën transakcionale, hajtë futu koalicion me PDK-n, e pastaj kurzoje strukturë me mbështet PDK në Mitrovicë, këto janë të paratyrshme, sepse nuk i respektojnë specifikat lokale. Që kjo është e para. E dyta, une nuk e kum pa takime do të ketë, gjithsesi, por e përmendë rastin e Gjilanit, pse une mendoj që është vështirë. Dhe bili këto zgjedhje në Mitrovicë jo më i binu se kur pse kam të drejt, për shkak se shikoj, shpesher PDK-ja në Mitrovicë ta zonë qëtë kandidat që duken të sjellshëm, mirë po zhvacat i kanë mrapa atyre. Kjo është e vërteta. Por duhesh me njoh strukturën në rrojnë për me e kundërshtu parimisht. Dhe kjo është arsyeja e kundërshtimit, klientela, mendësia politike, kjo bëhet parimisht, nuk bëhet sepse po kemi makinacione politike. Vërtet nuk është ashtu, nuk e di ç'është është në Fushë Kosovë, se s'kam informacion, por në parim as une, si individ, nuk do e këshilloja as kem të hyjë në koalicion me PDK. Zoti muja gjithmonë po e jep një theksin që i kanë klientelin, i kanë po e dim ku po aludohet për arsye se dikush tjetër vendos në PDK e tjerë, po edhe VV-ja është edhe për VV-n është e njoftun që pa thon Zoti Kurti diçka bashkë gjëheq nuk mundet mu marrë atë vende. Kurti është lider, po fitet edhe të tjerë. Është shtabet lokale i propozojnë. Mbi bazën e dinamikave lokale, i propozojmë se ndryshojnë ato çdo komunë. Vushtrë, Mitrovicë, për shkakun është pak më ndryshe se Prishtinë ose vendet e tjera, se nuk është oponenti i njëjtë, dhe ato pastaj i propozojnë për miratim shtabit qendror. Kështu është procedura. Mirë po tek rasti i LDK-s, unë mendoj që në Prishtinë, e di prej zgjedhjeve të vitit 2021 ka bashkëpunu LDK-ja me PDK-n, mirë po presh koalicioni, sepse nuk ka shkuar as këtyne. Pikërisht për arsye që unë aludoj që janë të vërteta, duke reflektuar mbi përvojën e Mitrovicës. Po si do ta bindni tani atë elektoratin e Urani Ismailit që të vi kënej ka jo, me një varë forme, se aty ju duhet, domosdoshmërisht ata janë vendimtar. Në këtë moment janë kingmakers, vendimtar. Ai nuk mund të quhet elektorati Urani Ismailit. Ka copëzat elektoratit që mund të shkojnë 10 deri në 12% që kushtimisht mund të quhen, por pjesa tjetër është në qendër, në Dardani dhe në bregun e diellit. Mendoj që janë qytetarë dhe profesionistë me të cilët duhet bisedohet, edhe duhet ju bën oferta konkrete në kuadër të shërbimeve publike. Pra janë qytetarë të cilët dojnë një ndryshim ose një hall, nuk janë domosdoshmërisht të PDK-s, dhe kjo është arsye pse dhe Urani Ismaili e mshef llogon e tina, pikërisht për faktin që dëshiron me zero bazën. Domthonë keni pa një kandidat që mshefin llogon e tyre. Unë besoj që në çdo 3 lagje të mëdha e di sigurt. Elektorati në disa lagje tjera është elektorat më i etabluar i PDK-s, por nuk është 27%. Është dikon 10 deri në 12, mirë po pjesa tjetër e elektoratit është i qasshëm, edhe unë besoj që secili kandidat në rastin tëm është